A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jetojmë ditët e fundit të muajit Shaban. Jemi më në prag të Ramazanit. Prandaj më duket edhe e bëm këtë javë, këtë muaj them, më herët vim se fundi muajit na kapte Ramazanin. Ne ndoshta në hymjet Ramazanit, ndoshta edhe gjatë Ramazanit nuk do shifemi, prej tash të bëj për hajër. Allahu Taala na bëf nasib të hym pa gjunafe në Ramazan. Për ty pa gjunafe hoxho shumë vështirë, jo nuk duket shumë vështirë. Ti falim 5 kohë të namazit, hym pa gjunafe me lenë Allahut. Ndërmjet kohëve do bëjmë gjunafe, 5 kohë namaz ja falëm, me lenë Allahut hym pa gjunafe. Sigurisht ky mezhlis nuk ka nevojë për ders, për nasihat, për 5 kohë të namazit, ama helbete. Mos na duket diçka e pamundshme me hy pa gjunafe në Ramazan. Mirë. Dersin e fundit që e mbajtëm gjetën në Tetov, do shok më thanë, a mund ta korrigjosh hoxha derisa do dalë në YouTube, ta korrigjojmë pikë këtu, më falni kështu dhe përdori këtë vend. Do me thënë me 602 kam thënë në Austri, s'mund tjetë 602 apo kaloj, nuk jemi evliat, këthejmë bas një 16 dit, po, sa dit janë bo, me 603 në Austri, në Vjen, inshallah të Bashkësia Islame Shqiptare do shifemi me lejnë Allahut. Këtë korrigjim e bonëm, edhe tash mund vazhdim me dersin. Dersi Imam Gazaliut në tregon të se, ka në Kur'an do ajete müteshabih, që në lexim të parë nuk mund t'i kuptojmë. Dhe duhet me qenë për ulemave të thellë. E derisa nuk jemi, atëherë ne si diqasemi, ja Imam Gazali e ka shkruar këtë libër. Dhe jemi mund gjajti edhe ka fundi mund themi. Në ndante disa detyra shtëpie në dha Imam Gazali. Dhe kjo ishte detyra e 6, sonte që do ta lexojmë. Do me thënë e 5 ishte, mos me prek aty, mos me ndryshu fjalët as pak. Do me thënë, ka ardhë kohë e kaluar, le kohë e kaluar atë fjalë. Ka ardhë si kohë e tashme, mos e shëndron në formën emërore, se ndron të kuptimin në gjuhën arabe. E tash detyra e 6, ndaj këtyne ajeteve, që në lexim të parë, na sinjalizojnë diçka si kur Allahu Teala i ngjan krijesave, i ngjan njerëzve Zotin e rujt, është el kef ba'd el imsak. A heshtëm, a nuk i prekëm hiç. A heshtëm, a nuk i prekëm hiç ato ajete. Atëherë tash thot edhe zemrën do ta ndalesh. Do me thënë nuk do lejosh, tamam gjuhën e ndale, themi tastier gishtat i ndale, në Facebook nuk shkrujsh, ama prej mbrenda prap të vinë ato ndjenja, prit të interesohem, çka do të thot ajo e çka do të thot kjo. Thonë, e kam për qëllim, thot, botën e brendshme, zemrën tande me ndal nga mendimet e thella në këto punë, sepse kjo është vajxhib për një musliman të rëndomt. Do me thënë, musliman të rëndomt si neve, derisa nuk jemi mujtehidë, e kemi vajxhib me domosdoshmëri duhet mos me aktivizuat ndjen të na interesojnë këto gjëra. Shif, diçka fetare, ama nuk duhet na interesojnë. Që kjo është prova jonë. Ose dhe jetojshim kohën e Ebu Hanifeve, ose ke jetu në kohën e besimit, atër që këtu, me çaj, me kafe, me muhabet, me sen, atër dhe edhim nivelin, ato tema nuk dohem. Një lojësi e ka obligim një njeri i dobët, apo i plakur në mosh të shtyr, ja se si e ka pa ku shkoj, shoku jon i nderuar, hoxhën tim ka shku ta vizitoj në Stamboll, do me thanë, mo i ka mbi 90 vjetë, po më gëzoj fakti kur tha hoxha nuk ishte në karike. Shqyqyra Allahut hesten kam të veta normalisht me ndihmën e 2-3 personave. Shqyqyra Allahut edhe për këtë. Allahu i dhash shëndet, i dhash saglëk sa ma shumë. Këto janë nur për neve, nur. Këto dietar janë nur. Këto vetëm në shikim kështu ta qetësojnë zemrën. E tash para mendoj thot një plak i pa fuqishëm, apo njeri i sëmur themi, që s'ka fuqi, ai si e ka obligim mos të zhytet në thellësitë e detit, edhe pse natyra e tij për brenda e shtyn, i thot hajde hyn dhe thellohu të gjesh ndonjë margaritar apo të gjesh xhevahira aty, gurës të çmueshëm,
që do kushtojnë shumë dhe ndoshta do e sigurishtan jetën e kësaj bote, thot megjithatë duhet mos me u mashtru në bukuritë e atyne xhevahirëve, se ai njeri është i pafuqishëm të mbrije deri atje thellë. E din se do mbytet, po ai e ka për obligim ta shef dobësinë e vete. Të kthehet një herë ta shef se, po unë me shkop jam. Shikojmë pasqyre veten, të shrudh ma ftyra. Në fal shprehje, së ne ngresh dorën, e as kamën, dë hysh në det, dë thellohesh gjesh diçka. E thot, dhe ti shofe një rreziqet e mëdha që mund ta presin, si dhe, do me thënë, shkatrimi, helaki që mund ta gjej atë. Dhe të mendohet, nëse dëm hikin që këto bukurit e xhevahirëve, ajo pasuri e madhe, nëse dëm hik, nuk i ka hik asgja, vetëm një stoli e kësaj dynjas. Tha një bollëk, me mungesën e të cilës, prap mund të jetojmë. Shif, edhe me 200 euro, 300 euro bëjsh i dare. Hoxha po si bëjsh i dare, bëhet i dare tash një farve. Edhe me një zastav bëhet i dare, ama mund edhe me një Mercedes e me një BMW. E ta shife sa e ke takatin ti. Aty si të hysh thellë në det, ndoshta me ato margaritar 100 Mercedesa mund t'i blish. Ama rreziku çka është, mund të mbytesh. Atëherë thot Imam Gazali, rrime që këtë, të paktën mos e humb komplet jetën, sepse pa këtë shtesë në pasuri mund të jetojë njeri, ndërsa nëse mbytet apo nëse gëlltit ndonjë krokodil thot, atëherë e humb komplet jetën e tij. Kjo ma kujton një dietar që kështu një alim i gramatikës arabe, nahwijun i thon këtyne, që e din gramatikën arabe fort. Një pe atyne ka qenë kohët e fundit ka jetu, Muhammed Zajt el Keutheri, nëpse nifet për fik, po e ka ditë shumë mirë edhe gramatikën arabe. Zaten, hoxhallarët më të thjesht në perandorin osmane kanë qenë profesor doktor të gjuhës arabe. Dhe libra kanë shujt arabisht shumë lehtë. Kemi edhe në Tetov, edhe në Shkup, me dorë shkrime ka shujt njëri arabisht kështu, si gjuhamtare. E tash ky e ka ditë mirë gramatikën dhe ka dasht që kështu që si në struk me një qytet, shëtise pak me bark. Dhe pagunat djalin e ri që punon aty, i thot, sa duhet që ka që ma bësh një kruk. Mirë. E tash duhet bëjnë muhabet, apo? Udhëtimi dë njerë bëhet i bezdisshëm. Ja neve që vim në struk, shifnin çdo javë, çdo muj, tu shtu e ma kalabalëk, vim pse? Edhe bereqeti me zlisi tu muhabet, po mduket ma shumë për atë muhabet që bëhet gjatë udhëtimit, apo? Muhabeti gjatë udhë, i vjen mirë, ne dhe si fëmi kur vishim në struk për ekskurzion, mas shumë të mbajshim në autobus ato muhabete dhe të qeshurat me shoqnin, se sa këtu që do shëtitshim të ato Luna Park, si i thushin aty veturat, për plaseshim, harxhishim pare kot e kot, ma pa vishit ndoshta dënjani piju këtu, në refshit, edhe ma pa ktheshim tu qajt në shtëpi. Po shqyr Allah tash kalon ato vite. E kam fjalën, në udhtim bëhet muhabeti jambën. E tash hoxha duhet me gjallë të ri pak, bëhet dhe një muhabet. E ne i thot, ti gjalo thot, a dish diçka nga gjuha arabe, kështu nga gramatika arabe? A i thot, jo hoxha efendi. A ke studiu sarfin, nahwin? Jo hoxha efendi. Shkoj gjysma jetës kot. Mbas disa minutave, një dalke e madhe, thehet barka, gjallin e ze panika, dhe tash do kseje. I thot, hoxha efendi, ti a dish të notojsh? Hoxha thot, jo, të shkoj këtë jeta kot, dhe këcen e le hoxhën aty, tama. Ja edhe kështu tash. Neve dhe e shojmë fuqin ton. A jam gjendje ty qash thell nga deti të nxjerr ato margaritar? Jo, dë mbytem. Atër nuk dë hy. Edhe pse mund t'i hupi ato të mira që mund t'i posedoj. Qashtu është edhe me argumentet e islamit. Neve nivelin e kemi shumë të thjesht. Si thot Mulla Jakupi, o një çoban vaktin e Ebu Hanifes, ka qenë shumë me i ditëshëm se neve sot hoxhallarët. Dhe kjo nuk o për t'i nënshmu sot hoxhallarët. Është për me lartësu atë dije që e kanë pas ulemat në atë vakt. Ama vërtet ka qenë kështu. Veç çajin t'u janë mbush, një got ujë t'u janë mbush hizmeqari e Ebu Hanifes, muhabetet që i ka dëgju, ka ditë shumë atë përse në o xhamat. Dhe ajo ka qenë alis dije vërtet. E thot tash Imam Gazaliu, nëse ma parashtron këtë pyetje, thot tash zemra nuk i rin qetë dhe don me çdo kusht
të futet në ato mendime dhe t'i gjej komentimet e këtyne ajeteve. Si do jetë rruga e shpëtimit nga kjo? Thot, rruga për të shpëtuar nga kjo është ai të preokupohet me ibadetin e Allahut subhanahu wa taala. Le të fal namazin, le të lexoj Kur'an apo le të bëj dhikr Allahut taala, kuptohet jashtë farzeve. Atëherë, sot djem të ri, sidomos neve këtu në trojat tona, që fillojmë të falim namaz. Me njëherë na kapa jon ndjenja prit tash shtoj dijen islame, thot. O loçka, dish marrish abdes. A e besojsh Allahun çashtu si e besojsh? Me çato cilësi që ti ka mësuar mualimi i xhamis në katun apo në lagjen tënde. Sefatet dhati e thubutie të Allahut apo selbie që i themi. A i dish çashtu vazhdoje, hiç mos ndryshon më shumë. Ama hoxha unë du të shtoj diçka me dije. Po mësoje veçat fikun. Mësoje në cilat rrethana mund të prishet abdesi apo nuk do të prishet abdesi. Mësoje zeqati si duhet tipet apo si nuk duhet tipet. Kujt i shkon zeqati e kujt nuk duhet me i dhënë zeqat. Për shembull, djali i babës sa mund t'i japë zeqat? Nuk mund t'i japë zeqat. Borxhe ka me shiku babën e vet. Nuk i pet ibadet babës për me ndihmu financiarisht. Atë që e ke në bark dhe nxerish t'japish babës nëse duhet. Babit, nanës nuk i pet zeqat. Babja mund t'i japë djalit zeqat. Jo, se ka shpirt, e ka obligim ta mirëmbaj atë. Edhe me hybilën pubertet edhe me urit. Thon zeqat i pet nga brezi i parë e jashtë. Brezi i parë kur thoma je asli, do me thënë rënja familjare. Nan, bab, gjysh, stërgjysh e tërma, usule dhe furuj, thunë. Shifto tema duhet se në me i fol. Vllaut a i pet zeqat? I pet zeqat. Grues a i pet zeqat? Nuk i pet zeqat. Gruja burit a mund t'i japë zeqat? Ka dy mendime. Pa pu këthym të ajo, ka dy mendime. Për qatë kur dhe jeni në përmezhlis e dritë, thoni ka dy mendime. Ama te nana, baba, apo te fmit, nipat, besat, nuk i pet zeqat dhe ka vetëm një mendim. Thot rruga për të shpëtuar nga këto tema është nefsin tënd dhe preokupesh me ibadet. Fal ma shumë namaze, vëllashk. Po gjo tri në Instagram t'i ngjojnë këto tema. Jo, belashk, merr abdes, fal namaz. Ai takfallek ma pa do të ruje, ty do të ruje edhe akiden, edhe imanin. Sot zakonisht, që këto djem të ri që interesojnë këto tema, që, thot, për shembull me leximin e Kuranit, me i kontrolu një hoxh, te Fatihaja i gjen 30 gabime. Po hoxha nuk ka qatë shkronja Fatihaja të i thush 30 gabime, po edhe zgjatjet që nuk bëhen në rregull janë gabime. E në shtrëngimet që nuk mbahen sa duhet, Ar-Rahmanir-Rahim, aty rëja duhet shtrëngohet, Rahmanir-Rahim jamon. Gabim është. Ajo hëja duhet dale për fyt, çdo shkronje ka sifatin, cilësinë e vet, duhet t'ja japish. Gjuhën duhet ta sjellish aty ku del shkronja. Wala dha, t'ja gjesh dadit vendin. Mund të gjejmë 30 gabime në Fatiha, aty interesojnë ajetet myteshabi që nuk kanë fol Imam Gazalit në praninë e xhamatlive, ma të reja apo ma të thjesht në lidhje me këto tema. Këto ku i bën këto muhabete në për kafe. Në TikTok deri në mëngjes rin, komentojnë, debatojnë, ai nuk din, ki nuk din. Hoxha jemi dashur Mahmud Efendia. E jep një shembull shumë të bukur në lidhje me çka. Rin pa ditë kur hym me fol për çështjet fetare. Është një lloj si një njeri që hyn në një zudxhaxhie dhe arabisht edhe osmanligje e ka të njëjtin kuptim. Dyqan xhamaxhi. Si i thunë struk xhamaxhi, ne i themi, me xhama. Qelç bërës, qelç punues. Xhamxhi, po pa a, faleminderit. Qelç punues. Edhe ai tash ke xhama aty. Ku e di zbukurimet, bukra, ka bo, ka kthy, ande këndë dhe këtë janë ndoshta në shumë të shtrenjta. Thotë hyn aty një njeri i verbër me bastonin e vet edhe nuk din ka tu prek. E ne bën haos aty. Këti shkatron i them. Çashtu mund të bëjmë edhe neve. Deri në mëngjes TikTok që rish me ato komente, me ato muhabete, kush e di sa sende ke thy, kush e di çfarë imani, çfarë akide ke coptu në zemrën tënde, Allahu Teala na shpëtov gjithë. Po thot nëse nuk e ka këtë fuqi, s'në bën ibadet, i mërzitet gjalit të ri. S'në mëson edhe Kur'anin, subhanallah. Puna e parë, a nisëm të falim namaz. Puna e dytë, më njerë te një hoç E'udhu billahi minash shaitanir rajim, me mësu leximin e Kuranit, që ta kemi namazin sahih. Apo edhe dhikr së në bon,
i mërzitet, nefsi nuk e le ngacmon, atëherë do të miret me ndonjë dije tjetër që s'ka lidhje me këtë të punëve të akides, mirë po të thella, në lidhje me ajetet myteshabi. Si për shembull, le ta mësoj gjuhën arabe, thot. Çat që tham nahwin ati hoxhës, ama në notin mësoje do të duhet. Apo matematikën le ta mësoje. Ta bësh hesab zeqatin sa duhet ta japish. E u tibbin, medicinën, mjekësinë, ta dish në cilat raste mund të mos agjërosh, neve sot atë nuk e dim. Atëherë këtë ja dorëzojmë mjekëve, doktorëve. Dhe vërtet tash afrohet Ramazani, mos bëjmë inate, një doktor musliman që e kupton çka do thot farz agjërimi, ai kur thot ti s'mund me agjeru, vlen fjala ati ma shumë se unë. Dhe kjo na ndodhi neve në familje, gjyshja e shoqes sime. E si janë plakat tona. Ti bistik fa, 70 vjetë ko mbajt Ramazan, e nësi mjetë dëmbaj. Doktori tha mos, ajo qoj inat, edhe qashtu ranga takati, me njerë dit bajrami, ose me njerë bas bajramit, dorëzoj amanetin. Nuk është mirë gjemat. Allah ja fal taksiratet, ama me vetë dije, ne tash që i ngjojmë këto nderse, kjo mund të hyjë në kategorinë e vetvrasjes. Tamam. Njëjtë si kjo. Pse hysh këto tema? Atëherë nuk duhesh të më vetëm temat e mjekësisë. Doktori do të thosë mos agjero, e në pik. E u fikhin, apo dhe mësosh fikun, qatë që thash, si prishet abdesi, kuj duhet me i dhanë zeqat e kështu me radhë. Edhe këtë nëse së ne bën, atëherë let miret me mjeshtrinë e vete, me zanatin e vetë. Çka punojsh? Mekanik jom. Shko u lumtoj ma mirë ato, cveqica, ku e di çka janë ato pjesët e motorit. Apo, let miret edhe me bujqësi, me hajvanat, me kafsh le miret, apo let të miret me roba qepje, ti ende mirë robat, tjetë një roba qepë si bukur, që kur t'ja dorëzojsh rahat, me shpirt t'ja japish atë shtof, të nxjerrë diçka një rezultat të bukur. Edhe këtë nëse së ne bën, atëherë let miret me lojna edhe me argëtime. Le ta lishoje futballin, le të shikoje futball. Shif, mos rin TikTok deri në mëngjes to tema ti folish. Lishoje Barcelonën, shikoje. Imam Gazali këtë ta thot. Lishoje Barcelonën, shikoje. E në Realin, kush ke ka Realin, mos preket. Se në Tetov neve, kur japim shembull, duhet ka të dy ekipat jap se me njerë midhnohen. Po, njerë me t'lis ndodhi, sa e mbarova dersin gjynafit, ofendu se i thash gjunup lojtarit më të dashur të ti dhe tha a i Coca-Cola e ka që anësh, a i është me Palestinën. Punë e madhe. Punë e madhe, anë gjennet dëhi. Ama i ka dhanë 200 gola. 1000 gola do në t'i bëhe gjinafi. Te 999, po jërth me leku i vdekjes. S'ka besua, po. Allah i hidajet i dhash gjithve, Allah i udhëzoft. Edhe këtë nëse s'mund t'a boje, së në lunë, atëherë, leta kujtoje atë gjendjen e ditës së hesapit, e ditës së kiametit. Leta kujtoje ringjalljen pas vdekjes, të paktën ta frige dhe ta bëje terbije atë nefs. Të paktën fen islame mos e njollose. Që këto që i përmendëm, thot Imam Gazaliu, është më e mirë për atë se sa të zhytet në këtë det të thellë që s'ka fund dhe ka rrezikun shumë të madh se mund të mbytet dhe ta humb imanin. Bile, Imam Gazaliu flet xhamat. Me thon besimi do thuni e kanë lënë këtë mend. Bile thot, bel, aq më tepër. Lew ishtaghala al-aamiyu bil ma'asi al-badaniyya. Nëse e preokupon veten, miret me gjynafet që mund bëhen me trup, do me thënë me gjymtyr. Rubema kanë eslem lehu minen jehuda fil bahthi an marifetillahi ta'ala. Ndoshta do jetë akoma më e sigurt për me shpëtu imanin, sesa me umar me marifetin e Allahut me këto temat e thella të njohjes së Allahut. Nuk i din ky, fillestar është, thot Imam Gazali, ma pak zarar do ketë, nëse bëndë një gjynaf, Allahu Taala na i ruaj trit nga gjynafet. Gjithve na bëf nasip një teube të sinqert, mos na shkojnë ndërmend me ato gjynafe. Ama si nuk na shkojnë ndërmend? Ku? Si di ndalish të rinë nga gjynafe? Atëherë, paramendoj çfarë alimi Imam Gazali. Bën teube nesër për ato gjynafe, ama ta dish se si të hysh në këto tema, ma tepër dëm do kijesh. Këtë mund ta kuptosh vetëm kur je me të vërtet në këtë profesion dhe kur je në praktik tu i pa këto zararet e zhytjes në këto tema. O, loçka nuk kupton kur gjo. O, ti, ta shpejt e dëgjosha një hoç në Turqi. Hajde tash, ti besojmë hadithit direkt. Allahu Teala thot,
robi jem kur më afrohet mua një hap, unë e afrohem atij 10 hapa. Tash ti besoj se Allahu i bën 10 hapa. Robi im kur i bën 10 hapa për ka unë i kthehem atij me të vrapuar. E një njeri që të besoje se Zoti i tij vrapon, kjo është ofendim ndaj Allahut dhul xhelal. Ofendim e thyesh Allahun xhel xhelal. Vrapon një njeri, vrapon një kafsh, Allahu Teala nuk mund të vrapoj. E shif tash, bëni do gabime që andaj cilësive të Allahut të gabojmë, apo si e ka be kjo Instagramin? Hajde, cila tash peshon më shumë si gjynaf? Cila peshon më shumë si gjynaf? Dhe ne këto gjirat praktike, këto realitete i lamanësh. Helbete mos e midhnohet, mos e midhnohet ty. A këto tema të harameve që i bën çdo kush janë shumë rinë të popularizuara, këto kur i flasish, po, nanës mos i thuj uf, po normal se nuk di thujsh uf. Ama ma pak gjynaf dhe jetë nëse nanës tande i thujsh uf, se sa Zotit ti thujsh, i lishoj kamët të posh. Allahu anë jot ka ma shumë vlerë. Ama neve hoxhallarët nuk i flasim këto tema. Se vallaj bilaj nana tona i du ma shumë se Allahu në gjellë gjellalu. Ashtu e shof në praktik. Ashtu e shof. Me i thanë dëkush nanës time sakat e kje nanën, prekem. Ndoshta edhe nuk i foli ta njetën. Pa i thot, në thojza, si e meriton Allahu Teala tjeti përsosur, këto cilësi kur janë gjetë Allahut, këto janë noksan leke, këto janë sakatate. Allahu Teala ju zoft rriton. Na ktheft në akiden e ehli sunnetit, në akiden e pastër. Do me thënë, ti gjaliri, sa të hish të tema, ma pak zarar kje, nuk themi ma mirë, ma pak zarar kje qatë i let, halasën e kelon. Nëse dhe lashen dëm hysh të tema, ma pa në gjumat të më shesish mua mend, bas dersi. Haj ma mirë, më thojza ma mirë, ma pak zarar e kje. Vazhdoj e qatë, se sa të më hysh në këto tema. Inshallah këtë e kuptu ma, hoxha në tha halal e kini, hajde knaqën, jo ashtu. Sepse kjo, fundin e ka fasiklek. Fasiklek. Vesh gjunaqar bëhesh me këto gjunafe. Nësa kjo qetra, të hysh dhe ti promashish, ti gabësh cilësit e Allahut, fundin e ka. Shirk e Allahu Teala, inna Allahe la yaghfiru en yushrake bihi, wa yaghfiru ma dune dhalike, li men jesha. Me të vërtet Allahu nuk e fal shirkun që i bëhet ati, ndërsa gjunafet tjera në praktik që bëhen, kujt don ja fal. Ne akidi ahli sunnetit ashtu besojmë apo. Nuk ja obligojmë Allahut asgjë. Kujt don ja fal Allahu. Ama s'ka bëu teube, apo nëse don Allahu ja fal. Nuk i përzihemi neve Allahut. Allahu çka ka caktu se nuk do fali asnjëherë shirkun, atë do themi shirkun Allahu Teala nuk e fal. Po ku e dish mos fol në emër të Allahut? Po Allahu ka fol në lidhje me këtë. Shirku nuk e fali, mëkate qera praktike që bëhen me gjymtyr, me organe sen, ato mund të i fali, li men jesha, ama atë që do. Cilin e do që atë e fal Allahu Teala. Atër, këto gjunafe në qojnë neve në fasiklek, kjo ka shërim. Bësh teube, e lash edhe njerë nuk thesh. Kjo qetra dë besojsh ashtu, do ta lidhër zemrën aty, që fjala akide qatë kuptime ka, me lidhë zemrën, dhe një njeri pasi e lidhë zemrën në diçka, shumë vështirësh edhe njerë me kref mas, dhe do vdesish me qato bindje, me qato akide, kur do dalish në botën tjetër, hashave kella, po dëshgënjesh, se dëshojsh Allahu Teala, kam frikë se dëshojsh në dëshkimin e Allahut, gazabin, hidhrimin e Allahut, zemrimin e Allahut. Allahu na kthef sa më shpejt të ri. E shoh se disa e bëjnë nga sinqeriteti dhe nuk din ka të orientohen, disa e bëjnë me të vërtet me një jetë të keq, vetëm e vetëm të duke më ndryshe, mund të besojnë se neve 1000 e kusur vite gabim kemi besu, dhe tash une nga TikToku do të rregulloj këtë punë. Allahu na ruaj nga këto mendime të këqija, nga këto neve në tetofi themi filma. Këto janë filme, këto janë imagjinata, ëndra kuajsh janë këto. As kushi nuk mund të matet me këto ulema. E thot tash Imam Gazali, nëse edhe njerë më parashtroj shpytje, jove imam, që u qetësum neve, unë dalëm, tamam, nuk ne interesojnë neve këto tema. Veç nuk dhe përngjasojmë Allahun me asgja, dhe dhe i besojmë çdo ajeti dhe hadithi që na kanë ardhur nga sheriati. Po thot, nëse më thuash kështu, një filestar apo një musliman i rëndomt i thjesht, nëse nuk i qetësohet shpirti dhe kërkon me çdo kusht një argument, a është xhais me ia dhënë argumentin?
Nëse thuish po mund të japim argumentin, atëherë prapë shtive në atë punë që na ndalosh, duhet me i hulumtu këto tema. Nëse të thuish jo mos jap argumentin, po nuk ju qetësu zemra, si do jetë tash rrugdalja. Imam Gazali thot, unë thot, e quaj xhaiz me ia dhan argumentin, ai ta dëgjoj vetëm argumentin që ka të bëjë me ajetet kuranore që kalojnë lidhje me Allahu Teala është krijues, është tek wahdanie, dhe se pejgamberi alayhis salatu wasalam është pejgamber i vërtet. Mirë po thot këto dhe ringjalljen pas vdekjes. Këto thot i lejoj vetëm me 2 kushte. E para, mos të shtoj asnjë argument jashtë ajeteve kuranore. Allahu me cilat ajete? Se Allahu na ka thënë lexoni atë Kur'an. Atëherë nuk mund tim çefim neve këto ajete. Tamam. Ka do ajete që vërtet thrasin, ti besojmë Allahut, mos i bëjmë shirk. E dyta thot, mos i përdor pastaj ato ajete për debate. Lexoj ato ajete kuranore, qetësoj shpirtin tënd, mos hyn mapa në për debate. Tash do t'i numrojmë disa argumente lidhje me që cilat mund t'ja përmendim neve njerëzve të thjeshtë. Si për shembull, fjala Allahu Teala, surja nuk e shoh këtu cila surja. Nëse Allahu Teala thot, "Kul, thuaj o pejgamber, men yerzuqukum minas samai wal ard." Kush ju jep juve rrezik nga qielli dhe toka? Emmen yemliku sema wal absar. Apo kush i ka në pronën e tij veshët tonë që dëgjojnë, wal absar dhe syt tona që shohin. Wa men yukhrijul hayya min al mayit, dhe kush e nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe kush e nxjerr të vdekurin nga i gjalli. Wa men yudabbiru al amra, dhe kush i rregullon këto punët në ekzistencë. Fese yaqulun Allah, sigurisht që të gjithë do të thuajnë Allahu. Kur hysh ma thellë, po, derisa gjithçka është e krijuar, dikush i rregullon këto punë, themi se Allahu Teala i krijon këto. Dhe me këtë duhet të ndalet më argumenti. Apo edhe disa ajete tjera, nëse kemi kohë, ti lexojmë dhe me këtë do ta mbarojmë. E felem yanzuru ila samai fawqahum. A nuk e shohin ato qiellin që e kanë sipër lart tyre? Kayfa banaynaha, si e kemi ndërtuar atë neve? Wa zayyannaha, dhe e kemi stolis atë, wa ma laha min furuj, dhe nuk ka asnjë plasaritje, asnjë çarje nuk ka, po. I ndërtojmë ne, ku e di, bëjmë diçka. Çe themi, patika, tepik, çorape, kur e shohësh mas 2-3 vjetë, veturën e re blesh, mas 1 muaje ka kris. Sonë ka duruar temperaturën e ngroft, ku e di, të ftoftë tek shumë. Ka kris. Shtëpinë e re bësh, një tërmet 4 sekonda, kur e shohësh të shtylla aty, një plasaritje e madhe. Allahu Teala këtë qiell e mba me 1000 vite, një të grisur nuk e shohim. Me këto ajete be duhet neve me umar. Këtu e kuptojsh fuqinë e Allahu Teala xhelle xhelalu. Me këtë duhet ta ushqejmë zemrën. Dhe këto argumente neve ju tregojmë te busiraten wa dhikra li kulli abdin munib. Si te busira, do me thënë për me në i hap syt, wa dhikra dhe le të jetë një përkujtim, një dhikr li kulli abdin munib, për çdo rob të Allahut që din t'i kthehet, munib. Këto janë emra të vjetër të pleqve tonë, munib. Munib do të thotë ai njeri që është çdo herë gjithnjë i kthyer me zemër për ka Allahu. Wa nazzalna minas samai ma'an, dhe ne kemi zbrit nga qielli një ujë mubaraken, i bereqetshëm. Ujti apo shiu është bereqet, dhe kanë pa Nasruddin Hoxhën me çadër tu hec. Dhe e kanë nguc, Hoxho, ju në ders na thoni se është bereqet, ti ruhesh nga bereqeti me çadër. I ka thënë, ruhem që mos e shkeli bereqetin. Më mbjerë shiu, mos e shkeli. Fembetna bihi jannatin wa habbal hasid. Dhe me atë ujë, do me thënë me atë shi, ne mbjellim nga toka jannatin, bafçe të bukura, wa habbal hasid, dhe drithëra që koren verës. Wa nakhle, pastaj mbjellim edhe dru të hurmës, pemë të hurmës, basiqatin, që janë me trungë të gjatë, leha tal'un nadid, që janë me fruta të paluara kështu të rënditura. Rizqan lil ibad, dhe këtë këto i zbresim si rizq, si furnizim për neve. Apo ajeti tjetër, fel yanzuril insanu ila ta'amih. Që këtë ajet neve lexojshim në medrese kur na shtroheshte sofra. Fillu mos e lexojmë këtë ajet, harrohemi dhe pa kontroll ham. Të mam tekni, kur të shkojmë të ham, këtë ajet ta lexojmë. Fel yanzuril insanu ila ta'amih. Le të shikoj mirë
Fjala nadhara, me meditu, të shohësh njerë, Allahu Taala gjithë të bereqete, gjithë të mirësi, gjithë të nimete në i ka kriju, dhe në erdhën thash neve për para. Këto tu i mendu zaten ftofet ushqimi, e ushqimi ftoft nuk vjen qa që i shishëm, e lash në gjysma pa tryezën, sofrën, edhe nuk të bëhet qafa, çka shumë thjesht. Neve nuk i lexojmë këto ajete, ne nuk e mendojmë hiç. A dini ku na kujtohet çka kemi hëngër? Vetëm kur e nxjerrim për jashtë. Atër në vjen gjuna, gjithat ku e qova. Normal, qa gjë do shkoj, Enna sabeb në elma e sabba, ne nga qielli e zbresim atë qiell, atë shi, dhe nga i shi që ashtu dalin bereqetet. Meta'an lekum, wali an'amikum. Bujt. Po, meta'an lekum, wali an'amikum. Këto janë si mjete të mira për juve, po edhe për kafshët e tuaja. Edhe ne vetë ushqemi me ato, po edhe kafshët ton i ushqem. Apo ajeti tjetër, elem nej'alil arda mihada. A nuk e kemi bërë neve tokën si një shtrat, si një dyshek. Çfarë kuptimi ka kjo? Sigurisht që nuk duhet me hynë për tema që s'ka dobi për muslimantë. Me isharete që dalin nga ajetet, nuk mund të obligosh qetrin të besoj kështu. E kom pa kjo në për internet përdoren shpesh që këto ajetet, toka e rafsht e rumbullak, ne flasim për cilësitë e Allahut, nuk duhet me hy thellin, mos me bo, thujemni në niza, hajde, thujemni, debatimet kota, po, polemika, e tash të bëjmë për toka e rumbullak të rafsht, Këtu e ka fjallën se është e rafsh, do me thanë, kur bësh piknik, mund të shtrejesh, rahat. Mund të ndërtoj shtëpin, rahat. Po gjo në për male, po më shkope në male, hajde këtu. Thanë, toka zakonisht është e rafshët, apo. Wel gjibale e utada, që Allah të asëqërën. Edhe male t'i banëm, si shtylla, për me mbajt tokën, si shtylla. Ue gjennatin el fafa, dhe kemi kriju bafqe, gjennete. Fjala xhennet do thot bafqe. Thënë do ajete kuranore mund të shifni bëhet fjalë për këtë dynja, ama kalon fjala xhennet. Ka në disa vende kalon. Xhennet do thot një bafqe e bukur, një kopsht. Sigurisht që neve na intereson e xhennetin botën tjetër, Allahu Teala na bëf nasib. Mirë po el fafa çështu. Të radhitura njëra mbas tjetrës. Dhe ajete të tilla ke afër 500 në Kur'an. 500 ajete ke. Lexoj që këto, me këto ushqie shpirtin, mos hynë në për argumente, ka thënë imam filani, ka thënë imam filani tjetër. Rahimehumullah, Allahu Teala gjithë i mëshiroft. Sepse thot, ato argumente të logjikës, apo argumente që na interesojnë neve hoxhallarve, janë pak të hidhura, dhe janë pak të pakuptueshme për xhamatlit e thjesht, mund dije diçka keq, ta hupe ndema keq imanin. Thot unë ato argumente i kam bashkë me ato 500 ajete i kam bledh te qitapi jem Jawahirul Quran, thot merre ato lirisht lexoje dhe shohësh se sa thjesht mund ti kuptojsh ato mirë xhamat. Tu ka edhe disa argumente lidhje me njëshmërinë e Allahut, që Allahu Teala thot law kana fihi ma'alihatun illa Allah le fesedeta. Të kish pat në tokë dhe në qiell zotra qerë përveç Allahut, le fesedeta dë prisheshin. Se, në thojza hasha, zoti i qiellit do dojte diçka qetër të boje, zoti i tokës do dojte diçka qetër të boje, dhe ato do prisheshin. Apo në vetëm në qiell me paramendu, të kishte disa zotna. Zot do të thot, ai që iradja ati, vullneti ati dominon. Apo, delilu temanu i thënë kësaj. Me thënë, Allahu Teala thot që kjo është e pamundshme, ama ja ta tregoj. Edhe të kish ndodh, që kjo do kish ndodh. Neve akidja e lisunetit si besojmë, Allahu Teala e di të pamundshmen, ama nuk e krijon të pamundshmen. Përgjigjet ateistëve. Thot Zoti jot është i gjithfuqishëm. Ne themi po, a mund ta krijojë një Zot tjetër? Shemi jo me thënë i pafuqishëm. Po me thënë, shirku, di Zot, dze ngushta, po. Neve themi, Allahu Teala e di të pamundshmen. Që me pa dy zot na dëshkatëroshin,
qiejt dhe toka. Ama nuk e krijon, do me thënë, kudreti i tij nuk ndërlidhet, nuk bën ta'alluq me të pamundshme. Ti që thush ajo nuk ndodh asnjëherë. Tamam. Jo që s'ka fuqi Allah, po nuk ndodh, është paradoks, është e pamundshme. Dhe pamundshmja nuk ndodh, Allahu Teala nuk e krijon, nuk jep halq asaj. Shif pak me një rubom me hidhur tema. Ai më shpejt ti lexojmë ajetet kuranore dhe me atë ta mbarojmë dersin. Law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun. Kish pas zot na qerr, ashtu si thon këto mushrik, zoti erës, zoti i shiut, zoti i kujt, me shku në Indi një kruk, një javë, dhe kuptojmë se lloj thojza zot nash i besojnë. Idhen lebtegau ila dhil arshi, sebila do të kërkojshin të pronari i arshit, të Allahu Gjelle Gjelalu, një rrugë për të shku. Apo, me të khadha Allahu min waladin, wa ma kane ma'hu min ilah. Allahu Ta'ala nuk ka marrë as njerë në një fëmi. Shif, kjo tash, komplet një fes tjetër i bot argument. Wa ma kane ma'hu min ilah, dhe bashkë me Allahu nuk mund të ketë do një zot tjetër. Se të kish pas, idhen le dhehebe kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd. Atëherë do të heste, se cili do të mundoheshte ta shti në funksion udhrin e vet, bima khalaqa me çato që i ka kriju, wa la ala ba'dhum ala ba'd, dhe ndonjën thojza zot do mundoheshte të dominoj mbi atë zot tjetër. Ndërsa për pejgamberin alayhi salatu wassalam, prap kemi ajete, Allahu Taala thot kul thuaj atyne. Dhe që kjo do jetë argumenti jon. Lini shtemat i linsu vel gjin. Me umbledh gjithë njerëzit dhe i gjinët. Ala en jetu bimithli hadhe l'Quran. Ta sjellin një Kur'an të tillë që e kemi neve në rafte që inshallah në Ramazan barem pak ta lexojmë. La jetune bimithlihi, sën dhe sjellin asnjëherë një libër të tillë. Walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Edhe nëse i dalin zot, i dalin krah, e ndihmojnë njëri tjetrin. Thon kjo sfidim. Hajde bujrun, bënja të shojmë. E së ne bonë në 1400 vjetë, atër pejgamber jonë qenë ka pejgamber i vërtet, Kurani qenë ka vërtet. Fetu bi suretin mi mithli, hajde sjellja një sure si kjo që kalon në Kuran. Apo ajeti qetër, fetu bi ashri suverin mithlihi, mufteri jatin. Sjellni 10 sure të ngjashme si kalon në Kuran. Së një solon ende, atër fituam neve musliman dhe me kaq. Apo lidhje me ditën e gjykimit, Allahu Taala thot, qale men yuhil idhame wa hiya ramim. Ai mushrik thot, kush dim xhale këto eshtra kur më janë coptuar dhe janë kalbur? Kul thuaj atij si përgjigje, këto i ngjojmë shumë. Këto i ngjojmë shumë në për shkolla i ngjum. Shkollën e mesme, ato që s'kan kryer medrese, i kanë dëgju këto. Zakonisht nga profesorët e gjuhës shqipe. Gjuhë shqipe duhet të më japë mu, tregon a ka botë tjetër. Thot, jo be thot, do të na kalben eshtrat dhe do të na bëhen hi, do bëhet truall apo. Hajde shofim. Do ta shohim. Thuaj atij, yuhi alladhi ansha'aha awwal marra. Ato do të ngjall ai që i ka kriju herën e parë. Kush i dha krijim këtyre eshtrave? Çaj alama kollaj do t'i rimgjalle në botën tjetër. E yahsabu al-insanu an yutraka suda, a mos mendoj njeri se është krijuar për kot. Elem jeku nutfeten min menijin jumna, a nuk ishte një cop ujti që i themi ne nga menia, do me thënë nga sperma. Sperma. Një lang, hoxha e më thoshte, i fliqur, i pistësht, kur den nga trupi duhet marrish gusëll, kur prek dhe ku duhet ta lajsh, nga jo jemi krijuar, Allahu Taala na bani njerëz të pastër që tash lirish mund të japim dorën njëri tjetrit apo. Në esencë kemi halat pislek. Interesant vallahi. Fuqia e madhe e Allahut xhelle xhelal. Elejse dhalike bi qadrin ala en yuhyi al-mauta, e ky zot që i ka kriju këto, nga një lëng na bëni njeri, a nuk është i fuqishëm edhe në botën tjetër? Na rimgjallë. Apo Allahu Taala thot, ja ayuhan nas, o ju njerëz, in kuntum fi raybin min al-ba'th, nëse keni dyshime nga rimgjallja pas vdekjes, fa inna khalaqnakum min turab. Neve ju kemi krijuar juve nga dheu, nga trualli. Shif. Neve ju kemi kriju nga dheu. E njerë ju kemi kriju. E tash dë vdisni. Për dalë në botën tjetër është shumë ma kollaj për neve. Që për Allahun Taala nuk thuhet kollaj vështirë, po për ta kuptuar ne me logjikën tonë. Shumë ma kollaj është ta kuptojmë se 5-0 kur të ka kriju, atë pim 50% vazhdon vetëm një sezon tjetër, një serial tjetër. Allahu Taala na bëft të hajritat, na bëft një rimgjallje të mirë. Kur dalim botën tjetër, xhatë kemi me Imam Ghazaliun,
me imamët e mëdhej të ehli sunnetit, me pejgamberët, me ulemat dhe çashtu të përfundojmë në xhennet. Thot ka shumë shembuj të tjera në Kur'an, nuk ka nevojë me shtu më tepër se këto argumente. Dhe me këtë inshallah e mbarojmë dersin. Allahu ju shpërbleft. Edhe një herë thom, ja Rabbi me akide të plot, me iman të plot na bëj nasib hyrjen në Ramazan. Allahu u ndihmoft hoxhallar dhe u lehtësoft detyrat gjatë Ramazanit, se shtohen pak do angazhime, ama shtohet edhe ma pa. Ndryshe, se di inshallah edhe në strug është, të ne në tetov lumë puna. Lumë puna, e tash për t'ja dhënë hakun asaj, vërtet pak, duhet me u angazhu. Allahu i shpërbleft gjithë musliman që i mgjallin xhamiat, mezhliset, se çashtu neve bëhemi hoxhallarve. Për ndryshe xhi, për ndryshe mes pas që kështu rrethi, pse janë bëu ne hoxh? Kujt dia tregoj këtë? Kujt dia tregoj? Mirë, me këtë e mbarojmë inshallah hoxha na bëj inshallah, se para hoxhallarëve nuk ka mirë me fol. Edhe shifemi më herës tjetër kur do të caktojmë një datë. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.